a mendoni se kjo mënyrë sjellje e Edi Ramës mund t'i kushtoj shumë në raport me Turqinë dhe Ankaraja apo vetë Turqia dhe Erdogani mund të trondit këto raporte kundrejt Shqipërisë? Po të shikoni kanalin shqiptar të Turqisë, që ka Turqia, ku janë rreth 5 milionë shqiptarë me origjinë, shikoni se çfarë urrejtje shprehin për Edi Ramën shqiptarët e Turqisë. Shqiptarët e Turqisë në Turqi, shqiptarët e Amerikës në Amerikë, shqiptarët e Shqipërisë Kanada, shqiptarët e Shqipërisë Itali me radhë, në Angli, në Gjermani, urrejtjen më të madhe anti-njerëzore për njeri. U lexoj në mënyrë intensive dhe shikoj dhe gjithë qendrimin opinionit të botës shqiptare dhe jashtë. Është urrejtje e thellë dhe jashtëzakonshme, të cilën ky njeri, si duket është e kapur për gryke se reagon, që do dikte me njëherë. Por edhe venitja ndoshta shkallë e kësaj proteste madhështore do shoqërohet me urrejtjen më të madhe shpirtërore kundër tia, dhe historia do shkruhet si një nga tradhtarët më të mëdhenj të kombit shqiptar, që shpërbëri Shqipërinë dhe ka tronditur ekzistencën e bashkëpunimit të kombit shqiptar. Nuk kam asgjë personale me të, asnjë lloj arsye, pavarësisht çfarë bëri kundër djalit tim ai. Dihet diktatorët çfarë bojnë. Unë kam problemin adheut tim, që u ktheva me adhe nga diplomatë e vetë të akora, dhe ish kolegu im Ilia Vasho, gjerani me dy janë 97-ën, dha dorëheqjen në Bruksel dhe më tha: "Hajro, thiri truri se këta njësor janë të majtë dhe djathtë. Mendo për vete fëmijën tënde, hajde në Amerikë, se do të në Amerikë." Dhe unë si adhetar, jo nuk dha dorëheqjen. Po vazhdova detyrën në 97-ën, luftën e Kosovës, u shty kohë e qëndrimit dhe u riktheva në adhe duke menduar do bëja adheuim. Mirë unë mori dashur gazetar, po fëmijët e mi mbarua shkollat e mesme në Universitetin e Shtetit dhe janë babait të tyre dhe u kthye me adhe dhe shikoni se çfarë lufte bën kundër këtyre bijve adhetar, Edi Rama dhe banda antikriminale. Zoti Limaj, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, një prej kongresmenëve, Joe Wilson, ka dërguar në Kongres një kërkesë për të nisur hetime sa i përket lidhjeve të qeverisë shqiptare me trafikun e drogës dhe se si kjo e fundit e ka lehtësuar trafikun ndërkombëtar të drogës. Në këtë rast, a ka i lëvizje nga ana e Shtetet Bashkuara të Amerikës për të goditur Edi Ramën, nisur nga ajo që ndodhi në Zvërnec, ku u përfshi edhe emri i dhëndrit të Donald Trump dhe i vajzës së Donald Trump, Ivanka Trump? E kam thënë dhe në diskutimin e pashme në Kongresin Amerikan është diskutuar 2 herë. Në 2 mbledhje të ndryshme afat kohore. Diskutimi i parë ka qenë nga 2 kongresmenët amerikan ku trajtuan problemin e mashtrimit që ka bërë Edi Rama Ivankës dhe Kusherit për gjoja ishull privat Sazanit, që ishte ishull shtetëror dhe ushtarak, dhe kritikuan shumë ashpër Kusherin dhe akuzuan që ishte për ndjekje penale për korrupsion në Amerikë dhe kërkuan largimin e tij për arsye se zihet emri i Amerikës në Shqipëri për Sazanin dhe Zvërnecin. Ky diskutim natyrisht u bë duke shuar informacionet e nevojshme nga BIT e Shqipërisë, Kongresit Amerikan, duke ditur kush janë dy kongresmen janë të lidhur me botën shqiptare në vazhdimsi. Ndërsa e dyta është nga 2 kongresmen ku foli njëri dhe me shumë drejtë është vërtetuar dhe bindur që Durrësi dhe linjat të tjera kanë qenë linjat e drogave që kanë pushtuar Europën nga Shqipëria dhe akuzohet të drejt për drejt Edi Rama që ka lejuar këto hapësira dhe shfrytëzimin. Një nga akuzat është për 200 milionë drogë që ka lëvizur në mes Durrësit. Por koha është 6 mujore, siç e dini. 2 institucionet hetimore e CIA amerikane do vazhdojnë verifikimin të kësaja dhe me siguri ata i kanë materialet pa i thonë se çka ka ndodhur në Shqipëri. Zoti Limaj, a mendoni në këtë rast se mund të ketë një lëvizje konkrete nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës, të cilët në mbështetje kundrejt SPAK-ut mund godasin Edi Ramën? Unë e thash dhe në emisionet e kaluara, në qoftë se
nuk do ishte emri Ivankës dhe kushtërit Sazanës Vërnes, kusht drejt për drejt emri babait Ivankës, Trumpit do kështë vepruar me njëherë. Por prezenca akoma në Sazan e Ivankës, që na thot, pas ka shëtitur zbathur 2.7 km në ishullin e saj privat, sepse ka marrë deklaratat e saj komplet çfarë ka thënur, natyrisht që Trumpin e ka rezervuar në komunikimin e tij. Por ai shumë i qartë se çfarë po ndodh. Dhe po të ishte paraardhësit e Trumpit, presidentër që ne i njohim dhe dikush janë, Edi Rama që rëzor me kohë. Zoti Limaj, ju i keni drejtuar një letër vajzës presidentit amerikan Donald Trump dhe dhëndrit Trumpit Jared Kushner. Çfarë përmban kjo letër dhe çfarë i adresoni konkretisht? Po, mu letra ka botuar 2 herë në shtypi shqiptar dhe kam dërguar në Amerikë në anglisht. Dhe mase kam thënë emrat e tyre themre largohuni nga Sazani. Edi Rama ju ka mashtruar. Shpjegoj që ishull Sazani është ishull strategjik shtetëror dhe baza kryesore ushtarake e Shqipërisë gjatë luftës së kohë dhe deri më sot. Ajo është pronë e shtetit shqiptar dhe nuk është pronë e Edi Ramës. Prandaj është nderin tuaj të largoj sa më parë nga ky ishull, sepse përveç kësaj është edhe emri presidentit aktual të saj. E kanë marrur. Ka marrë informacion që e kanë marrur, ne ja kemi shuar dhe ambasadës amerikane në Tiranë edhe shumë institucionet të tjera. Ashtu që ja kemi shuar NATO-s, Bashkimit Evropian edhe Kongresit Amerikan. Problemi është që njerëzit intelektual atletar që kanë kulturën e nevojshme duhet të komunikojnë në rrugë zyrtare, ligjore për gjithë ato zhvillime në Shqipëri për të gjetur hapësirat e zgjidhjes në rrugë paqësore, në rrugë demokratike dhe të shmangim konfliktet e gjallëderdhjeve të 97-s dhe herëve të tjera që ka pasur Shqipëria. Sepse Edi Rama me gjithë këtë kurrëngritje paqësore që ka marrë populli shqiptar, duke e çuar në tabutin në derën e kryeministrisë, duke bërë gjithë thirrje në vend të reagojë, shikoni se si sillet su ofendon popullin ton të shkëlqyer. Po të themi zë të lartë, populli shqiptar në histori ka treguar vlera shumë të mëdha, adhetare, kombëtare, ndërtuese, bashkëvepruese, liruese, shërimtare. Ushan populli shqiptar, jashtë apo më keq, këta që janë drejtojnë Shqipërinë, janë tradhtar të popullit shqiptar dhe të kombit shqiptar. Zoti Limaj, si e shikoni fatin e Edi Ramës, kur mund të goditet ai nga spaku, teksa në prokurorinë e posaçme është depozituar edhe një kallëzim sa i përket librit Albanian Files, ku ai parashtronte gjitha marrëdhëniet e tij me arkitektët për të ndërtuar kulla në Shqipëri. I dashur gazetar, ne bashkë kemi komunikuar disa herë, e kam thënë në kanale të tjera. Spaku ka mbi tavolinë dosje të akuzave për faljen, jo për shitjen. Ai se ka dhënë as me qira Sazanin, as e ka shitur. E ka falur. Kjo janë emër të investimit. Çdo gjë kur jepet ka 2 rrugë. Jepet me qira dhe me lekë mujore ose vetore, ose shitet dhe me lekë përfundimtare. Edi Rama, shikoni marrëveshje, nuk ka dhënë as me qira Sazanin, as e ka shitur, e ka falur. Pra shikoni çfarë drame. Dhe spaku ka mbi tavolinë dosjet, nuk është një. Unë nuk ka sekret po thente. Mua pardjem ka ardhur një shkresë zyrtare nga kryetari spakut, sepse jo se keni parë është hedhur gjithë median, çfarë bën gjykat, pse zveproi gjykata kushtetuese dhe spaku. Dhe kanë kuadratuar dhe jashtë kanë hedhur kudo fare. Dhe përveç asaj kam shuar materialet e mia dhe më thot, çuditërisht, kërkojnë burokracira të parësyshme dhe të palogjikshme
për të justifikuar mos fillimin e hetimeve, kur faktet janë kokëforta dhe fakti më i madh i SPAK-ut dhe gjykatës kushtetuese nuk ka pse pret akuza nga persona. Është populli i ngritur në këmbë, akuza më e madhe dhe dokumentuar tradhtia Sazan Zvërnes dhe gjykata kushtetuese me 9 gjykatës flën gjumë dhe SPAK-u me 18 prokurorë flën gjumë dhe populli shqiptar ngritur këmbë në alarm. A kupton çfarë ndodh për dashur gazetar? Pra ne me gjakun ton paguajmë prokurorë në SPAK dhe paguajmë 9 gjykatës që flën gjumë gjykatë kushtetuese dhe presë thashë theme kur populli në këmbë. Po iku sovraniteti kombëtar dhe shpjeguar komplet zbërthyer kushtetuta. Ne në 1, 2, 3 që ka të bëjë sovraniteti dhe siguria dhe territori i Shqipërisë dhe të gjitha raportet e tjera dhe më e madhja Shqipëria në vitin 2000 ka firmosur konvent të ndërkombëtarit autorit ku përcaktohen në këtë konvent detyrimet që ka qeveria për trajtimin e pasurisë kombëtare dhe të vlerave mjedisore. I kanë mbi tavolinë që janë të ligjëruara dhe SPAK-u dhe gjykata kushtetuese flën gjuhë e pinë kafe me gjakun këtij popull të varfër. E kemi shumë të rëndë do tradhtin kombëtare neve. Ai në kokë ka pushtuar gjithçka dhe ato nuk veprojnë. Si do përfundoj kjo histori në mënyrën se si ka nisur që nga protesta, lëvizjet në Amerikë, SPAK-u që thoni ju po flet gjumë? SPAK-u dhe gjykata kushtetuese kam çuar me shkrim. Do përgjigjen pas rënimit e Tiranës në qoftë se nuk veprojnë të rrëzuar që tani. Në qoftë se Tiranën e rrëzojnë vetëm demonstrantët e popullit, gjykata kushtetuese dhe SPAK-u do të marrin përgjegjësi ligjore për të dënuar, për të mos vepruar kundër kësaj tradhtie. Nuk i paguajmë kot me 5 milion lekë në muaj, ku fshatarët pensione kanë 106.000 dhe pensionet në qytet 206.000. Për kë paguajmë neve? Për mbrojtje Adheut. Dili zot Adheut, zotri, mos fli gjumë. Mos tërheqja Ramës nuk do të thotë që do ta shpëtojë. Natyrisht do ketë lodhje, po ai ka mbarsur shpirtat e popullit shqiptar urrëtitjen më të madhe njerëzore. Dhe kur kthehet një urrëtitje e madhe njerëzore, një ditë do ta paguaj. Rrugët e pagimit do jenë nga më të ndryshmet. Presim rrugën e mëtejshme. Populli tani po rrësuret ambasadave të Shqipërisë dhe ambasadave shqiptare jashtë kufijve të Shqipërisë. Pra, format e kësaj lufte do vazhdojnë forma të ndryshme, por shumë e lodhshme. Kaluan 40 ditë, nuk është lehtë. Zoti Limaj, si e shikoni rolin e Albin Kurtit sa i përket protestave në Shqipëri, teksa Edi Rama e ka akuzuar atë në mënyrë gati indirekte, duke thënë se ai ka përfshirë dhe aktivist të vetvendosjes në Shqipëri për ta rrëzuar. A mendoni se Albin Kurti është një figurë e tillë që mund ta fundosë Edi Ramën? Është fatkeqësi e madhe kur kryeministri i Shqipërisë kështu ka bërë gjithkohë në vend që të bashkëpunoj dhe të koordinoj marrëdhëniet vllazërore, politike, ekonomike, diplomatike dhe të mbrojtjes, në radhë parë me Kosovën që shteti i dytë i Shqipërisë dhe me botën shqiptare, qur ka ardhur, ai vazhdimisht ka kryer probleme madhore me Kosovën, i cili filloi me skenarin e Vučićit, Thachit dhe Grenellit për shkëmbimin e territoreve të Kosovës Veriut dhe përfundoi në gjyq me Haradinajin. Dhe në vazhdimsi gjithmonë nuk i ka faj Edi Ramës, as Albin Kurti që lufton për Kosovën, dhe as populli vëllai i Kosovës. Shqiptarët për çlirimin e Kosovës nga Miloševiqi bën sakrificat maksimale, disa me armë drejt për drejt Kosovë, dhe ne me diplomacinë ushtarake i ngritën botë këmbë, sa populli shqiptar priti 600.000 vëllezër dhe motra i strehojnë Shqipëri. Dhe sa Edi Rama akuzon pse vinë bijtë e Shqipërisë nga Kosova të marrën pjesë në demonstrata paqësore për të çliruar Shqipërinë nga qeverisja dhe tradhtia e Edi Ramës. A kuptoni çfarë ndryshimi ka? Nuk i ka faj Edi Ramës, as Albin Kurti,
as populli Kosovës, as Rusia, as Irani dhe as tjetër kush i ka politika tia anti-shqiptare, anti-njerëzore, që po na çon në situatë kaq të rëndë.